Pas zhvillimit fundit Këshillin Prokural të Kosovës e kemi vlerësuar të arsyeshme që t'ju thrasim këtë konferencë shtypi për t'ju njoftuar juve dhe opinionin publik për këto zhvillime të rëndësishme. Siç e dini, takimin e mbajtur me datën 20/11/2025, përkatësisht takimin e 278 që ishte publik, ushtruesi i detyrës kryepërkohës shtetit dhe 4 anëtarë tjerë të Këshillit e lëshuan takimin në mënyrë të kundërligjshme dhe pamundsuan shqyrtimin e raportit zgjedhor për zgjedhjen e anëtarit prokuror nga radhët e prokuroria themelore, rrjedhimisht certifikimin e kandidatit siç parasheh dhe plotësim ndryshimi i ligjit për Këshillin Prokural të Kosovës. Në atë takim, këta anëtarë të Këshillit erdhën përgatitur dhe me qëllim vetëm për ta bllokuar punën e Këshillit. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, Këshilli Prokural i Kosovës është organ kushtetues me mandat dhe përgjegjësi qarta ligjore. Dhe në asnjë rrethon nuk duhet bllokohet, por duhet ketë funksionim normal për përmbushur mandatin e tij ligjor. Nga qëndrimet e njëanshme dhe denigruese ndaj sistemit prokural të shprehura nga zoti Kelmendi në takimin e Këshillit dhe në prononcimet për media është behur ndjeshëm roli unifikues i takon kryepërkohës shtetit në sistemin prokural, si dhe ka cënuar besimin e publikut në sistemin prokural. Për këtë arsye, kemi marrë vendim për shkarkimin e tij nga kjo pozitë. Ju jeni ndjeni se për shkak të këtyre arsye dhe arsyeve tjera politike, sistemi prokural ka mbetur pa dekretimin e kryeprokurorit dhe me ushtruar detyrën në këtë pozitë të rëndësishme për afër 4 vjet. Edhe sot ritheksojmë se në përputhje me kushtetutën dhe ligjet dhe për rrethonat e krijuara nga veprimet e tij kemi marrë vendim për shkarkimin e ushtruesit detyrës kryepërkohës shtetit zotit Besim Kelmendi nga pozita që ushtronte. Dhe në vend të tij, si ushtrues detyrës të kryepërkohës shtetit, kemi caktuar prokurorin Agron Çalaj, i cili është prokuror në zyrën e kryepërkohës shtetit. Ne jemi presim çastin e zotit Kelmendi, që të ndjek gjitha rrugët ligjore për ta kontestuar lëshmërinë e këtij vendimi. Ne duhet t'i besojmë sistemit ton gjyqësor për vendimet që merr, përfshirë edhe këtë çështje. Përndryshe, tentimi për të penguar punën dhe funksionimin e Këshillit Prokural përbën sulm të drejtpërdrejtë në punën e këtij institucioni dhe kërcënim për rendin dhe sigurinë juridike. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, zoti Kelmendi ishte ushtrues detyrë i kryepërkorit dhe si autoriteti më i lartë në sistemin prokural. Si i tillë ka pasur detyrim dhe përgjegjësi për ndjekur gjitha rrugët ligjore ndaj kujdo qoftë e jo të dalë në konferencë për shtyp për shfaqur pretendime për presion, shantazh apo forma tjera jo ligjore të ndikimit që ka bërë ndaj një prokurori brenda sistemit, sepse kësaj ai nuk e ka kryer detyrën e tij sipas kushtetutës së ligjit, por përkundrazi me këto veprime ka lëkundur seriozisht besimin e publikut në sistemin prokural. Në këtë aspekt, i bëj thirrje ushtruesit e detyrës së kryepërkohës shtetit, zotit Agron Çalaj, që shërtoj gjitha pretendimet e zotit Kelmendi për të trajtuar dhe hetuar përgjegjësinë e secilit person të përfshirë në këtë rast. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, në vazhdim për gjithë opinionin e gjerë, dua theksoj disa çështje që lidhen me konferencën për media që u mbajt në zyrën e kryepërkohës të shtetit, fillimisht me datë 19 nëntor 2025, nga zoti Kelmendi po ashtu me datë 20/11/2025 nga 4 anëtarë të Këshillit së Bashkuar me zotin Kelmendi. Prononcimi publik i zotit Kelmendi lidhur me procesin zgjedhor për anëtarin e ri të Këshillit ishte qasje njëanshme dhe orientuar me qëllim ndikimit në anëtarët aktual të Këshillit. Pasi që shqyrtimi i raportit zgjedhor ishte në proces dhe i caktuar si pikë e rendit ditës fillimisht me datë 13 nëntor 2025, që ishte aprovuar me gjitha votat anëtarëve të Këshillit, por që më pas me kërkesë anëtarit të Këshillit, prokurori Arjan Gashi u shtyp për datën 20/11/2025, cilën kërkesë e kam aprovuar edhe vetë. Nga historia e ngjarjeve shihet qartë se zoti Kelmendi një ditë para shqyrtimit të raportit zgjedhor ka mbajtur konferencë për media dhe fjalimin e tij e fillon dhe përfundon me cilësime për këtë proces zgjedhor, do se ishte thirrur
për një çështje tjetër. Në takimin e Këshillit të datës 20 nëntor 2025, Zoti Kelmendi shprehu qëndrim të hapur kundër funksionimit të mëtejshëm të Këshillit, që 4 anëtar tjerë në koordinim me Zotin Kelmendi u larguan nga takimi me konkludime paragjykuese për vendimarrje lidhur me procesin zgjedhor, këtë mënyrë pa mësuar certifikimin e kandidatit. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, ju bëjmë dije se sipas ligjit për Këshillin Prokurorat të Kosovës dhe plotësim dëshimin e tij, por edhe sipas Kushtetutës së Kosovës, secili antar i Këshillit është i pavarur dhe i lirë në vendimarrje. Largimi nga takimi 278 dhe me pas deklarimi 4 antarë të Këshillit Prokuroral në zyrën e kryeprokurorit se Besim Kelmendi nuk do të lëshojë zyrën e tij, përbën mosbindje dhe mospërfillje të qëllimshme ndaj vendimeve të lidhshme të Këshillit si institucion kushtetues. Të nderuar qytetarë, referuar deklarimet të antarëve të Këshillit në atë konferencë, të mbajtur në objektin e zyrës së kryeprokurorit të shtetit, se ndihen të rrezikuar të kërkojnë mbrojtje nga AKI dhe organet tjera të sigurisë, kjo përbën një hije të keqe dhe thirrje për ta dezinformuar publikun. Askush nuk është kërcënuar, kanosur, shantazhuar apo tentuar që të ndikohet nga ndonjë formë ndikimit pa lehtëshëm. Mendimet dhe vendimet për çështje të caktuara nga fushëveprimi i Këshillit përbëjnë mendim ndryshe, për cilat antarët e Këshillit gëzojnë imunitet funksional. Dallimet që ne mund t'i kemi për çështje të caktuara duhet të tejkalohen me gjuhën e afrimit dhe koordinimit. Nuk ka dhe nuk do të ketë vend për përçarje në sistemin prokuroral. Ne po ashtu dje pam edhe një deklarim të presidentit Osmani, e cila reagoi për 15 kërcënimet e disa antarëve të Këshillit, të ndikuar nga deklarimet e bëra nga disa antarë të Këshillit në konferencën e datës 20 nëntor 2025. Ne ritheksojmë se askush nuk është kërcënuar dhe se presidentja mund të jetë e keq informuar. Ne i bëjmë thirrje presidentes, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokuroral dhe të respektojë pavarësinë institucionale, si dhe të ofrojnë mbështetjen e tyre në funksionimin e Këshillit në suaza siç përcaktohet me kushtetutë dhe ligj. Në fund, dua të cek edhe një gjë, se dje në një emision televiziv lidhur me raportin e progresit për Kosovën, mori pjesë edhe zoti Visar Krasniqi, antar i Këshillit nga radha të shoqërisë civile. Këshilli Prokuroral ka miratuar rregulla dhe parimet të komunikimit me publikun, të cilat vlen edhe për antarët e Këshillit. Me këtë rast, ky antar nuk ka pasur asnjë autorizim apo pëlqim nga Këshilli që të përfaqësojë Këshillin në atë mision dhe që sa qëndrimet e tij nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të Këshillit Prokuroral të Kosovës. Çështjet e tilla përbën shkelje të parimeve dhe rregulla të komunikimit në sistemin prokuroral. Të nderuar qytetarë, të nderuar pranishëm, të nderuar media, përfaqësues të shoqërisë civile, në frymën e afrimit, unë si kryesues ju bëj thirrje publike të gjithë antarëve të Këshillit që të marrin pjesë në takimet e Këshillit, sepse ka shumë çështje të rëndësishme të cilat duhet të trajtohen dhe vendosen, përfshirë edhe çështje me afate ligjore. Tu sa pash 3 pyetje, janë 2 pyetje përpara ne respektojmë dhe kemi bashkëpunim shkëlqyer me Bashkimin Evropian dhe gjithashtu ne kemi respektuar ligjin dhe jemi për respektim të ligjit. Ne nuk i komentojmë deklarimet e shoqërisë civile, sepse siç e dini edhe ju sot, kjo çështje do shkojë në gjykatë. Dhe për neve, çdo vendim i gjykatës është i padiskutueshëm dhe i zbatueshëm, që sa detyrën e kryeprokurorit Ruslan Agrancali. Pra është zyrëse. Po. Unë nuk përgjigja se jemi në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, vendimi ynë ka qenë publik, është publikuar dhe nuk i komentojmë. Këto janë çështje që gjykata duhet i komentojë dhe sot e kuptova që edhe zoti Kelmendi e ka kontestuar, ka bërë padi, kështu që ne presim vendimin e gjykatës. Pas shumicë votash për më shkarku dikush.
More kjo çështje unë u përgjigja, më duket shumë qartë, lutem. Friksoni që do të përballeni me procedurë penale, veç ta përfundoj ajo çështje. Jo, edhe një pyetje të lutem. Edhe një pyetje të Po lutem. nuk mora përgjigje për pyetjen tënde. A friksoni që do të përballeni me procedurë penale? Edhe një pyetje t'ja lejojmë, të lutem gazetarët se takimi datës 17, që u referut, ka qenë takim konfidencial me kërkesë, i mbajtur me kërkesë të zotit Kelmendi. Dhe deri në vendim tjetër Këshillit nuk mund të vendosim për përqasjen në atë dokument. Gjërsa pyetja e dytë ishte se e ka mbyll takimin apo jo, është ndoshta është çështje teknike, po me vetë faktin se ju keni qenë prezent, media kanë qenë prezent, edhe pas jemi kthyer në sallë. Në asnjë rrethon nuk mund të keq kuptohet, gjithçka ka qenë publike. Gjithçka ka qenë publike, edhe kur jemi kthyer, kemi vazhduar se takimin keni qenë ju mediat këtu të pranishëm dhe takimi ka qenë publik. Unë u përgjigja, më duket edhe gjatë fjalimit tim, i sqarova këtë rrethona dhe i bëra thirrje edhe kryepërkurorit agronoçare tjetër gjitha këto rrethona, këto pretendime. Dhe nuk ka asgjë të vërtet që thuhet që Vlerë Misufa qëndron përpara kësaj. Ndoshta më e mira që ja vërteton këtë është sepse është pretenduar se vlerimi do të bëhet ushqyerës e tyre. Po me vetë faktin se kemi caktuar një prokuror nga zyra kryepërkurorit shtetit dhe atë zotin Agron Çalaj, kjo e vërteton të kundërtën. Faleminderit shumë për mirëkuptimin, mirëpafshim herave të tjera. Friksoni që do të përballeni me procedurë penale, me se u shkarku ushqyerës së kryepërkurorit pa i pas votat e mjaftueshme.